Visita na io. Faccio io. Mi sembra io.
Na bashkë jemi? Po shtua se na shë bashka? Se ty moj e ty. Moj e nga të njëri. È un enigma discutente. Sta mancando proprio Pojmë një zëmë mos fare.
Besoj që se cili e dim qëllimin pse kemi ardhur sot këto, edhe arsyen se kush na ka mbledhur këto. Po shoh ka shumë njerëz, edhe më shumë të kri, po më duket sikur po jetoj në një periudhë që nuk e kam përjetuar vetë, mirë po kam dëgjuar prej prindërve të mi. Më duket sikur po i rijetojmë demonstratat e vitit 1981, demonstrata studentore ku të rinjt e Kosovës ngritën zërin e tyre kundër armikut. Kurse sot, ne e kemi të njëjtin qëllim. Pra, në thelb nuk ka ndryshuar shumë. Jemi mbledhur këtu për të njëjtin qëllim, për të njëjtin kauzë. Mirë po, ka shumë ndryshim prej atëherë, pasi që sot, kjo tokë dhe ky shtet është i ynë. Kjo policia e cila sot po na mbron është e jona dhe nuk është për të na kundërshtuar. Kurse ju qytetarë dhe gazetarë sot jeni mbledhur këto në mënyrë që ta bëni që zëri jonë të ngritet më lart dhe në mënyrë që të dëgjohet më lart. Është koha më e mirë që ne sot ta bindim OKB-n ose të paku të bëjmë që zëri jonë të ngritet shumë më lart në mënyrë që t'ju tregojmë atyre që Kosova më nuk hesht, sepse forca më e madhe që neve na ka mbledhur sot këto, arsyeja dhe motivi dhe të gjitha shteteve anëtare të tyre për ta shprehur indinjatën dhe kundërshtimin ton me kandidimin e Vuk Jeremiçit për sekretar të përgjithshëm të OKB-s. Letra e cila do t'i dërgohet pas kësaj proteste e Kombeve të Bashkuara do ta lexoj bashkë organizatorja Jeta Berisha.
Faleminderit. Fillimisht dua t'ju rikujtoj se çfarë është qëllimi i organizatës së Kombeve të Bashkuara do të thotë OKB-s. Organizata e Kombeve të Bashkuara apo OKB-ja është themeluar pas luftës së dytë botërore për qëllim përforcimin e bashkëpunimit midis shteteve të botës, zhvillimin ekonomik dhe ruajtjen e paqes në botë. OKB-ja është organizata më e madhe në botë, e cila për qëllim ka sigurinë ndërkombëtare, zhvillimin ekonomik dhe barazinë sociale. Ajo u formua në vitin 1945 me iniciativën e shteteve fituese të luftës së dytë botërore, ndërsa sot OKB-ja ka rreth 1193 shtete anëtare. Në qoftë se një organizat me përmasa të tilla gëzon kaq shumë pushtet, atëherë besoj që të gjithë ne e kemi shumë të qartë nevojën se duhet protestuar sot. Kjo protest nuk është organizuar me qëllime vetanake apo nacionale. Kjo protest është obligimi ynë qytetar për të gjithë ata që kanë sakrifikuar lirinë e tyre për lirinë tonë. Atëherë letra protestuese që do t'i dërgohet sot Kombeve të Bashkuara është kjo. Të dashura shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit dhe Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, të nderuar ambasador dhe përfaqësues. Kosova është njëra prej shteteve më të reja në botë. 16 vite e dal nga një luftë shekullore. 16 vite e gatuar nga dhembja dhe dëshira për të rrimë këmbur. Kosova është dhe nuk njihet për ndonjë gjë të zakonshme, jashtëzakonshme. Nuk është se vendi ynë lulëzon prej ekonomisë apo prej politikë bërjes, por megjithatë vendi ynë është djepi i rinisë. Banorët e shteteve të botës nuk e njohin Kosovën, ndërsa ata që e njohin mendojnë se ne jemi shtëpia e analfabetizmit, po qarë, bujq, barin dhe shpellar. Të nderuar shtete anëtare të OKB-s, ne jemi njerëz të tokës, ne jemi qytetarë të një shteti që pasaportat tona vazhdojnë të mos njihen ndërkombëtarisht. Ne jemi fëmijë të shkolluar dhe studentë të dalluar në përbotë. Ne nuk kemi teatro të mëdha, por kemi artistë të mëdhenj. Ne nuk kemi stadiume gjigande, por kemi sportistë të mëdhenj. Jemi kampion, bote dhe njerëz që dim të shkruajmë histori. Megjithatë, çdo i treti student apo i ri i Kosovës ndo emrin me dikë që ka qenë luftëtar i luftës së 99-s, që është vrarë, përdhunuar e madje edhe zhdukur nga shteti i Serbisë. Ne jemi bitë e dhembjes, ne jemi zemra e Kosovës, ne jemi bozhli për buzëqeshjet tona. Të nderuara shtete anëtare të OKB-s, pasi që ju jeni selia më e madhe e paqes në botë, ne qytetarët e Republikës të Kosovës kërkojmë nga ju që të bashkëndjeni me lotët e nënave, grave dhe fëmijëve të Kosovës. Serbia ka vrarë jetra në vendin tonë. Serbia kur nuk është akuzuar që ka lënduar botën tonë. Serbia asnjëherë nuk ka pranuar fajin e lërë më të kërkoj falje, që ka kryer gjenocid në shtëpitë tona. Rinia e Serbisë nuk e njeh historinë e saj. Ata dhe sot rriten, edukohen, shkollohen duke na njohur si njerëz të egër, si pjesë e tyre, si robë të tyre. 16 vjetë që s'janë dëgjuar topuzët në shtetin tonë. 16 vjetë kanë kaluar që Zia ka një adresë, një emër dhe 1650 të zhdukur. 16 vjetë dhe kanë kaluar dhe rreth 12.000 kosovar janë të vrarë. 20.000 vajza dhe gra të përdhunuara. E shumë burra e fëmijë që vazhdojnë të heshtin. Si është e mundur që një staf i juaj aq profesional, një organizat që gjithmonë mundohet ta jetësoj paqen e botë, të lejoj kandidimin në një shteti që ka shkaktuar dëme historike, që ka përçar popull dhe jo vetëm të Kosovës, duke mos paguar as edhe një dëm, e lërë më të kërkoj falje, të jetë në krye të kandidimit për sekretar të përgjithshëm të OKB-s. S'duhet harruar që shfarosja e popullit kosovar ishte detyrë, obligim dhe nder për popullin dhe shtetin e Serbisë. Vuk Jeremić
ndjehet optimist për postin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Ndërsa, deri para disa viteve thoshte hapur se në ato takime ose organizata ku merr pjesë Serbia nuk mund të marrë pjesë Kosova. As në procesin e bashkëpunimit të Evropës Juglindore, as në Këshillin e Evropës, as në OSBE dhe në asnjë institucion ose agjenci që është në kuadër të sistemit të OKB-s. Kishte thënë Jeremish në takimin e ministrave të jashtëm të rajonit në procesin e bashkëpunimit të Evropës Juglindore. E çfarë të mendojmë ne? Të dëshirojmë. Ne kërkojmë që ata anuloni kandidimin e Serbisë në përfaqësim të Vuk Jeremiçit. Po ashtu, të mos lejoni përfshirjen e Serbisë dhe politikave të këtij shteti në tryezat e juaja. Derisa këta të fundit, të mos e pranojnë trashëgimin kriminal dhe fushatën e tmerrshme të pastrimit etnik kundër popullit kosovar gjatë luftës të viteve 1998-99. Nuk kërkojnë falje dhe nuk i kthejnë edhe 1650 trupat e personave të zhdukur. Në anën tjetër, Kosova do t'i bashkojë forcat me Srebrenicën dhe Zhebën. Jo vetëm duke organizuar protesta të mëdha, por do të ndërprej të gjitha bashkëpunimet dhe negociatat që ka arritur me shumë punë dhe përkushtim deri më sot me shtetin e Serbisë. Kosova do të bojkotojë të gjitha produktet dhe prodhimet që hyjnë prej shtetit të Serbisë dhe njëherësh do të ndryshojë të gjitha strategjitë politike të cilat OKB-ja i ka përkrahur deri më sot në favor të Serbisë. Ne nuk jemi përfaqësues të partive politike. Ne jemi qytetarë të lodhur të politikave të Serbisë. Ne jemi rinia e Kosovës. Ne jemi zëri që po vdes për të dëgjuar. Faleminderit. Ftoj kryetarën e thirrjeve të nënave ta marrë fjalën dhe të ndaj diçka për ju. Yusuf, a ke audio për shërbonit? Gjere të varë, mos më shpëndesh. Të nderuar qytetarë të Kosovës, të nderuara familje të personave të zhdukur, të gjithë ju që jeni sot prezent në këtë protestë, në emër të shoqatës thirrje të nënave nga Gjakova dhe në emrin tim personal, ju përshëndes dhe ju falenderoj për prezencën tuaj. Ne sot jemi mbledhur këtu të kundërshtojmë nominimin e kandidatit Vuk Jeremiç nga Serbia, pretendent për postin e sekretarit të përgjithshëm. Bota demokratike duhet t'i ndëshkojë kriminalet e jo t'i favorizojë ata. Miloševići, kriminali i luftave në Bosnjë e Kosovë, po frymon ende përmes pasuzve të vetë që promovojnë politika kriminale. Nga kjo protest i bëjmë apel të gjitha shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara që të vlerësojnë mirë e qartë se kandidatin nga Serbia, i cili është dëshmuar se nuk është njeri i përshtatshëm që të zgjidhet në këtë post, është pikërisht Vuk Jeremiç, i cili jo vetëm gjatë kohës sa ishte ministër i punëve të jashtme në qeverinë e Serbisë, por edhe gjatë mandatit të tij si kryesues i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Gjithmonë ka mbjellur urrëtie dhe ignorancë kundër shqiptarëve, duke mbuluar krimet serbe në Kosovë dhe ka ignoruar çdo familjar i cili ka kërkuar zbardhjen e fatit të personave të dashur të zhdukur nga Serbia gjatë luftës në Kosovë. Serbia si pushtuese dhe shtet kriminal ende nuk i ka zbuluar të gjitha varrezat me persona të zhdukur, duke tentuar që të kthejë gjurmët e krimit. Prandaj si e tillë duhet të deklasohet dhe të mos i pranohet as dhërohet asnjë post, qoftë edhe udhëheqja e Kombeve të Bashkuara. Ne duam drejtësi, ne duam që edhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara të na udhëheqin njerëz human e kredibil, njerëz që meritojnë e jo pasues të sistemit kriminal serb si përgjegjës për krime lufte në Bosnjë e Kosovë. Konsideroj se shtetet anëtare të OKB-s duhet ta dinë mirë
se sa zemra digjemi për së gjalli, në pritje vi 17 vite për një grusht eshtra të të dashurve, dërsa politika seve los me fatin tonë. Ju luteni juve delegatëve në OKB, mos ngritni dorën të votoni Vuk Jeremiç, por votën i a jepni njerëzve meritor të cilët di dhe duan të punojnë për të drejtat e njerëzimit. Kërkojnë edhe nga presidenti Thaçi, kryeparlamentari Veseli, kryeministri Mustafa, nga ambasadorët e të gjitha shteteve të akredituar në Kosovë, që të informohen mirë e drejt dhe t'i tregojnë përfaqësuesve të tyre të OKB-s, se Serbia duhet të eliminohet nga privilegjet e jo të merr në dorë timonin e OKB-s. Ne ende presim zbardhjen e fatit të mira persona të zhdukur. Zbulimin e fatit të cilëve e ka penguar vetë Vuk Jeremiç, si zyrtar i lartë serb dhe pasues i politikave genocidiale Miloševićiane serbe. Kriminalët duhet të ndëshkohen të kërkojnë falje për krimet e tyre mbi popullatën e pafajshme dhe të ulen në bankën e të akuzuarve. Edhe Serbia duhet të ndëgjoj thirrjen tonë dhe të heqë dorë nga lakmia dhe pozitat të rëndësishme, përderisa nuk ndron politikat e saj dhe të zbatoj konventat ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Mos luani me ndjenjat e familjarëve, mos luani me eshtrat e me të dashurët tanë. Serbia meriton vetëm dënim e asgjë më shumë. Si kryetar shoqatës Thirrjet e Nana në Gjakov dhe si nën e birit tim të zhdukur dhe shumë të tjerëve, apeloj edhe një herë që të mos lejoni që Jeremiç të ngjitet në krye të OKB-s dhe të jepet mundësia që nga posti i lartë të vazhdoj me ignorancën dhe cinizmin e tij dhe politikave serbe, të mbaj për herë jashtë agjendave çështjen e personave të zhdukur, pikërisht nga shteti i tij kriminal Serbia. Vuk Jeremiç, larg nga OKB-a, drejtësi për të gjithë, njerëzit e rruzullit toksor, drejtësi për shqiptarët dhe të gjithë popujt e vuajtur. Tani japim rast të ndaj diçka të radhës për ju, Makbule Shkodra nga Aleanca e Gruas. Të nderuara nëna, gra, vajza, qytetarë të Republikës së Kosovës. Sot jemi mbledhur të gjitha së bashku, të gjithë në fakt, që të kundërshtojmë nominimin e një kandidati nga Serbia për të udhëhequr me pozitën më të lartë të Kombeve të Bashkuara. Nëna, gra, vajza që jeni këtu dhe të ju të gjithë qytetarë. Kombet e Bashkuara le të dëgjojnë sot zërin ton se këtu janë nënat, janë familjarët të cilve ende ftyra po ju njomet me lot. Këtu janë nënat që ende sofrat kanë vende bosh dhe ju mungojnë të afërmit e tyre. Këtu janë nënat të cilat çdo mëngjes e fillojnë me një shpresë se sot ndoshta do të kenë një lajm për më të afërmit e tyre, të gjalla po të vdekur. Këtu jeni ju të gjithë që ende gjumi ju prishet me një ëndër trishtuese nga përjetimet e luftës. Prandaj, si është e mundur që madje të konsiderohet kandidatur nga shteti i Serbisë për të udhëhequr me Kombet e Bashkuara? Jo, nuk duhet të lejohet kjo. U drejtohemi institucioneve shtetërore, të gjithë ata që kanë përgjegjësi, të bëjnë gjithçka që është e mundur, kanë fakte të mjaftueshme për të kundërshtuar një kandidatur, një nominim, një përzgjedhje nga shteti i Serbisë. Unë shpresoj dhe besoj shumë që Kombet e Bashkuara e di që kanë misionin e paqes, mbrojtjen e viktimave, faljen, pajtimin mes popujve, por kjo nuk do të ndodhë përderisa që është më e vogla nuk ka pendim nga Serbia.
Nuk ka pendim, nuk ka pajtim pa pendim. Prandaj, gjëja më e vogël që duhet të bëj shteti i Serbisë të kërkoj falje, të filloj të sillet në mënyrë konstruktive nga shteti ton, të njoh shtetin ton, dhe mandej mund të bisedojmë dhe të bëhemi fëmijë të mirë. Jo Jeremiqit në Kombet e Bashkuara. Ju falenderoj të gjithëve. Faleminderit. Fjalimin e fundit do ta ndaj për ju Nazile Bala nga sekretariati i gruas së vetëvendosjes. Të nderuar pjesëmarrës, sot jemi bashkë me nënat e Srebrenicës dhe nënat e Zhepës. Jemi bashkë sepse kujtojmë Srebrenicën, Gjakovën, Zhepën, Drenicën, Vukovarin, Pejën, Gorazhdën, Sarajevën e shumë qytete tjera. I kujtojmë ne sot sepse çmoti krimet e pandëshkuara nga drejtësia ndërkombëtare janë shndruar në një mbarrezë masive të historisë. Misioni i Kombeve të Bashkuara që duhet të mbrojë të drejtat e njeriut është para rrezikut që të zgjedhë njeriu më të gabuar për sekretar. Një mision që garanton paqen dhe sigurinë për secilin. Derisa ky mision duhet të jetë garancë për kujdesin ndaj viktimave e njerëzve të diskriminuar, është duke shkelur mbi gjenocidin në Bosnjë, Kosovë dhe Kroaci. Nëse zgjedh ish ministrin e jashtëm Vuk Jeremiq dhe Jeremiqët e tjerë. Kujtojmë që në hallin e Kombeve të Bashkuara është lëshu marshi i Drinit dhe pikrisht mbi këtë marsh të Drinit janë kryer krimet më të rënda në ish Jugosllavi. Plagët mbyllen me kërkimfalje, dënim të kriminalëve dhe kthim të pagjeturve, dhe jo duke rihapur varre për çdo vet nga secili dhe tek secili. Kujtojmë që Serbia nuk ka kërkuar falje për krimet e bëra, nuk ka dëm shpërblyer për to. Serbia dhe vet Jeremiqi në cilësinë e ministrit të jashtëm ka ushtruar politikën ndarëse kundër Kosovës në të gjitha sferat dhe arenën ndërkombëtare. Është angazhuar për ta bllokuar atë. Unë besoj që të gjithë bashkë nga ky vend, me të gjitha nënat, anë kënd trevave, me gjitha ato që ndjejnë, u atakuan dhe kanë mbi supët e tyre krimet më të rënda të Serbisë në Kosovë. Ti themi që Vuk Jeremiqi nuk është i zgjedhuri. Vuk Jeremiqi do të jetë edhe një shkaktues, edhe më i madh i pasigurisë dhe paqes në trevat e ish Jugosllavisë, si në Bosnjë, si në Kosovë, si në Kroaci. Mos lejojmë marshet e Drinit dhe në emër të gjenocidit të bëheni valltar të tina, po që se zgjeni sekretar për Kombet e Bashkuara. Të nderuar qytetar, të nderuara media, ju kishim lutur që të qëndroni edhe pak në mënyrë që të solidarizoheni me të gjithë ne, me të gjitha viktimat e luftës, e po ashtu edhe të bashkëndjej me nënat tona, të cilat tashmë i kanë të vdekur apo edhe të zhdukur dhe presin për fatin e më të dashurve të tyre. Ju kishim lutur që të qëndroni edhe disa minuta për të na përcjellur në vazhdim.